nuk është parashikuese, është ç'a deduktoj unë. Se bëj çka, ta thash kështu. Edhe jam, por në rastin ç'a deduktoj unë. Unë e pyeta dje Inën, i thash, a mendon që kesi ka akoma ndjenja për Stelinën? Po nuk e pyeta për ndjenjën për të. Dhe i thash, ai gjithmonë në lidhje me të i thash ka përmendur ndjenjën. Jo, tha ka përmendur, i thash edhe për mua, i thash edhe Kristi, i thash ta ka thënë. Të paktën ka përmendur një herë qoftë për ndjenjën. Thash ndjenjat nuk shuhen direkt. Unë mendoj që ai ka shumë përputhshmëri me të. I pëlqen si vajzë etj. Por unë shikoj më shumë si friends with benefits, lustful për njëri tjetrin, pasion, se sa, ose ke parasysh janë disa lidhje që mund të jenë shumë bukura, të shkurtra etj, se sa afatgjat. Qofsha gabim. Ç'a perceptoj unë? Por që shkojnë më shumë se sa shkon ti me të, shkojnë në konceptin e perceptimit të gjërave. Po. Deri diku, se e di unë që ke si kaca parime, kuadrate. E di unë shumë mirë. Se është fëmia im. E di unë shumë mirë se ç'a ka. I ka edhe i ka. E di, nuk ka nevojë të ma thot fare. E njoh, domethënë prandaj unë them he's a good guy.